Pak orë para finales së madhe të Ferma VIP, regjizori Eduard Grisha ka zbuluar disa nga surprizat që presin publikun në natën përmbyllëse të spektaklit. I ftuar në një lidhje direkte me studion televizive, Grisha i tregoi se finalja do të zhvillohet në një ambient krejtësisht ndryshe nga ai që publiku ka parë deri tani. Do të jemi në qiell të hapur. Sot jemi komplet ndryshe, nuk jemi më brenda, por jashtë në natyrë, ashtu siç i shkon këtij formati në mes të pyllit, në mes të ujit, kafshëve dhe shpendëve. Do të jemi të gjithë bashkë. Kemi ardhur te natyra larg studios dhe teknologjisë së mbyllur, u shpreh ai. Sipas regjisorit, këtë herë nuk do të ketë lidhje me studio në qytet, pasi e gjithë finalja do të zhvillohet në Ferm. Sot nuk kemi asnjë ndërlidhje me studion e qytetit. Studioja jon është këtu në natyrë. Finalistët dhe ishfermerët do të na bashkohen. Nuk do të jetë thjesht një spektakël, por një show që do të alternohet me muzikë, këngë, art dhe skenografi, tha Grishaj. Ai zbuloi gjithashtu se skena e finales është ndërtuar posaçërisht për këtë mbrëmje dhe kombinon elementet e teknologjisë me natyrën. Kjo studio, ku do të bëjmë finalen, duket si një disk ufoje. Është futuristike, e gjitha me lede. Sonte do të ndërthuret teknologjia me natyrën. Ka lede, por ka edhe dru, hekur, gur, ujë, madje edhe gjerprinje hardhuca, tregoi ai. Në një moment me nota humori, Grisha i foli edhe për moderatoren Arbana Osmani, duke lënë të kuptohet se publiku mund ta shohë në një rol të pazakont. Arbana më thot gjithmonë, mos më nxjerr, por unë vazhdoj ta bëj. Sonte Arbana ka një surprizë tjetër, përveç se do të kërcej, ndoshta do t'i mbushet mendja edhe të këndoj, tha ai me shaka. Duke vlerësuar punën e ekipit, Grisha i theksoi se realizimi i Ferma VIP ka qenë një sfidë e madhe teknike dhe njerëzore. Merita i takon gjithë stafit që qëndron pas atyre 150 ca kamerave, duke punuar 24 orë në ditë, në të nxehtë, në të ftohtë dhe me vështirësi të mëdha. Nuk ka në televizion program më të vështirë se një reality show, u shpreh regjizori. Sipas tij, finalja do të sjellë performanca muzikore, surpriza për finalistët dhe praninë e familjarëve e fansave, duke e premtuar një mbrëmje të mbushur me emocione deri në shpalljen e fituesit të edicionit të parë të Ferma VIP. Eduard Grishaj foli edhe për Ermal Mamaqin, pas tifozllikut të tij për Iliri në gjysmën finale. A do të jetë Ermali si opinionist në finalen e Ferma VIP? Po presim nëse ai po reflekton. Nëse reflekton, mund të bëjmë një përjashtim, ne jemi njerëz të mirë. Thjesht po presim reflektimin e tij që kushdo që të fitoj sonte, ai të mos na thyej skenografin, të mos hip mbi kamera dhe të mos na prish poltronat. Pra, do të kemi një lloj kompromisi me të për transmetimin sonte, tha Eduardi me nota humori. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.